për të ndarë bashkarisht lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Nata e mbrëmshme në fakt ishte një natë entuziaste, teksa banorët të shtëpisë së Big Brother po bënin luftën e madhe në post Big Brother. Diskutime të shumta, hamendësime të shumta, aludime të shumta, se çfarë do të ndodhte. Në një moment të vetëm kur Selin vendosi që të telefononte Gimbon me kamerë për ta parë se si është, për ta parë se ku është, u ngritën disa hamendësime në fakt që Gimbo nuk e hapi telefonin, që Gimbo nuk dëshiron të fliste me Selin. Nuk e di domethënë pse publiku i ka këto psikologji që në qoftë se një partner nuk të hap telefonin, ti nuk dëshiron të flasësh me të. Unë mendoj që Selin dëshiron të që ta provon, domethënë Gimbo ishte duke përgatitur një projekt artistik të tij, i cili do të vijë së shpejti në YouTube. Besoj që do të jetë një këngë ku do të jetë përfshirë dhe Selin, ndoshta për herë të parë do të kemi shansin të shohim që të dy. Dhe u prit me shumë pikpyetje marrëdhënia e tyre. Tani nga informacionet që unë kam arritur të siguroj, deri më tani Gimbo dhe Selin janë në jetën e tyre më të mirë, janë në ditët e tyre më të bukura, janë në energjinë e tyre më pozitive, do të thënë kalojnë shumë bukur, nuk ka asnjë krisje në mes tyre, por thjesht Gimbo kishte preferuar që natën e mbrëmshme të mos të ishte aty. Fillimisht një herë dhe po të ishte, Gimbo nuk do të ishte në qendër të vëmendjes, për të jam i bindur, nga që në qendër të vëmendjes ishte Selina. Mendoj që do të provokoheshte jashtëzakonisht shumë nga produksioni dhe për këtë arsye Gimbo nuk ka dashur ndoshta që të jetë pjesë e këtij spektakli, pasi që ishte edhe përballja me Mirin dhe ndoshta produksioni do të mundoshte që ta nxjerrë sa më keq, dhe mendoj që kjo e bëri Gimbon që të jetë larg projektit të natës së mbrëmshme. Gimbo së fundmi ka qenë në Tiranë, ka qëndruar shumë kohë me Selinën, ka ndarë shumë momente bashkë, janë argëtuar, janë kënaqur, domethënë nuk është se ka patur një shkëputje apo nuk është se ka patur një marrëdhënie të krisur mes Gimbos dhe Selin. Marrëdhënia e tyre është e jashtëzakonshme, ato të dy po kalojnë shumë bukur dhe po japin shumë emocion njëri tjetrit. Por të gjitha ato lajmet dhe ato komente që aludojnë që Gimbo mund të ketë përfunduar marrëdhënien me Selin, ky është një lajm i re, ato të dy janë sërish bashkë në një moment kur kamerat kanë fokusuar Selinën teksa po shkruante në telefon, domethënë tregonte që është okay, është e lumtur, është nice. Dhe kjo e bën që Selina të jetë në energji të mirë dhe të jetë me Gimbo. Unë mendoj që nuk janë çift që do të ndahen, por janë një çift që do të vazhdojnë edhe më përpara, sepse kanë dhënë një energji shumë të bukur.